Për të kuptuar më shumë rreth historikut të kësaj vepre dhe domethënies që ajo bart për banorët e Dobërdelanit dhe më gjerë, veteranët e luftës rrëfejnë se si lindi ideja për ndërtimin e kullës së lirisë dhe rrogtimin që çoi deri te realizimi i saj. Fshati Dobërdelan ka pas shumë ushtar në fshat, edhe ushtarët kanë vazhduar me pas një bashkëpunim shumë mirë mes veti dhe ne kemi vazhduar në çdo festë të shtetit Kosovës. Data të rëndësishme për vjetore ndryshme rrim bashkë zakonisht, me gjithë veteranët dhe rrim bashkë. Edhe aty ka lind ideja që na si veteran duhem i dhënë diçka fëmijëve tonë. Përveç se kemi qenë luftar, t'ja dhëm një kull, një kalo, një element frymëzimi për tarmën e fëmijëve tonë. Dhe në bashkëpunim me veteranët, e kemi paraqitur si ide që na duhet me bëni një kull. E kemi vendosur si veteran, kemi bën kërkesën komuna realisht na ka ndihmuar që kjo kull të finalizohet. Edhe jemi sot në këtë kull ku realisht jemi munduar me bë më të mirë të mosh me brana në kull dhe jashtë.